Protest në New York, solidaritet me protestat në Tiranë, kërkohet largimi i Edi Ramës në kontekstin e tensionit politik në Shqipëri, ku kryeministri Edi Rama akuzohet për ndërhyrjen gjyqësore në korrupsion në New York, do mbahet një protestë simbolike. Protesta do mbahet të shtunën me 20 dhjetor në orën 12 para misionit përhershëm të Shqipërisë në adresën 320 East në 79th Street në New York. Organizatorët me moton kërkohet largimi i Edi Ramës dhe pavarësia e drejtësisë bën thirrje për dorëheqjen e Edi Ramës dhe sigurimin e pavarësisë së drejtësisë, duke mbështetur lëvizjet në Shqipëri. Kjo protestë vjen pas vendimit të gjykatës kushtetuese për rikthimin e përkohshëm të zëvendës kryeministres Belinda Balluku në detyrë mes hetimeve të SPAK-ut për abuzimin në tenda republik. Tensionet në Shqipëri janë përshkallëzuar gjatë dhjetorit. Lëvizja Shqipëria bëhet e udhëhequr nga Adriatik Llapaj, po mban protesta ditore para kryeministrisë duke kërkuar largimin e Ramës për akuzat e korrupsionit dhe presioneve ndaj gjyqësorit. Protestat kanë akuzuar kryeministrin për atë se Rama po mbron Ballukun dhe relativizon kostot e korrupsionit në qeverinë e tij. Protesta në New York, sipas organizatorit, synon të ndërgjegjësojë diasporën për gjendjen në Shqipëri.